Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë një recetë për përgatitjen e pites me djath. Kjo në fakt është një metodë pak ndryshe për përgatitjen e pites. Mos prisni që në fund pitja të dalë ashtu siç ne mësuar zakonisht, me ato petët e holla dhe që shkrihen në gojë, por në këtë rast është tamam një pite e cila i ka petët pak më të trasha, por që është shumë e shijshme. Do ta shikoni edhe vetë se sa i thjeshtë është procesi i përgatitjes dhe se sa e mirë del në fund kjo pite. Le të nisim me procesin. Në fillim do të përgatisim brumin për këtë pite. Për përgatitjen e brumit, në një tas do të hedhim gjysmë filxhani me ujë të ngrohtë dhe një filxhan me qumësht të ngrohtë. Tek i njëjti tas do të shtojmë gjysmë lugë çaj me maja të thatë ose me maja të freskët. E përziejmë mirë majan me qumshtin dhe më pas do të shtojmë në tas edhe miellin. Unë në total për përgatitjen e kësaj piteje kam përdorur 4 filxhan me miell. Filxhani që u shikoni është filxhan kafeje dhe unë kam përdorur të njëjtin filxhan për të gjithë përbërësit që kam përdorur në këtë video. Do të shtojmë gjithashtu në tas edhe pak krip edhe më pas do formojmë brumin. Brumi në fund duhet që të dalë i butë dhe që të mos ngjisë nëpër duar. E punojmë mirë brumin me duar edhe më pas, pasi brumi është gati, e mbulojmë me një qese kuzhine dhe e lëm të pushoj për 10 minuta. Gjatë këtyre 10 minutave që brumi pushon, ne do të përgatisim djathin. Unë kam përdorur djath të bardhë të butë, por ju mund të përdorni edhe djath të lloj tjetër. Megjithatë, me djath të bardhë shkon më shumë kjo lloj piteje. Në total unë kam përdorur rreth 200 gram djath të bardhë, të cilin e kam thërmuar me anë të një piruni, edhe më pas e lëm gati derisa të përgatisim piten. Ndërkohë që ne përgatitëm djathin, edhe brumi është gati. Do ta ndajmë brumin në 3 kuleç me madhësi mesatare. Më pas kuleçët i mbulojmë me një qese kuzhine dhe i lëm që të pushojnë edhe për 10 minuta të tjera. Ndërkohë do të shkrim rreth 150 gram gjalp. Pasi kuleçët kanë pushuar për rreth 10 minuta, secilin nga kuleçët e hapi me ndihmën e një tërhollësi. Do ta hapni me një madhësi siç e shikoni dhe në video, që petët të dalin as shumë të trasha dhe as shumë të holla. Nëse ju i doni petët shumë të holla, atëherë mund t'i hapni edhe më shumë, por çdo gjë varet nga dëshira se sa të trashë doni pite në fund. Do t'i hapim të 3 kuleçët edhe më pas secilën nga petët do ta lyejmë me gjalp. Në fillim do të shtrojmë petën e parë, do ta lyejmë me gjalp dhe më pas sipër saj do vendosim petën e dytë. Do ta lyejmë petën e dytë me gjalp edhe sipër do t'i vendosim djathin e bardhë që thërmuam më parë. Po të doni, këtë lloj piteje mund ta bëni edhe me 4 shtresa ose me 5 shtresa. Edhe mbushjen brenda mund t'ia hidhni 2 herë, pra mund ta bëni me 2 shtresa me djath të bardhë. Unë e kam bërë vetëm me 1 shtresë pasi nuk kisha shumë brum dhe i kam hedhur vetëm 1 shtresë me djath. Sipër djathit vendosim piten e tretë. E lyej me gjalp edhe më pas do të veproni siç e shikoni dhe në video procesin. Secilën nga petët që kemi hapur, do filloni ta përthyeni dhe sa herë që e përthyeni do ta lyeni me gjalpin që shkrim. Mos mendoni që është shumë gjalp, pasi unë mendoj që kaq gjalp është i nevojshëm kur përgatisim një pite ose një byrek.
Megjithatë, nëse u duket shumë gjalp, mund të bëni një përzierje të vajit me gjalpin dhe në fund rezultati del shumë i mirë. Pasi i keni përfunduar të gjitha petët së përthyer dhe së lyeri me gjalp, në fund fare të gjithë piten që përftuam do ta vendosim në një tepsi ku kemi shtruar letër përpjekje ose një tepsi të lyer me pak vaj ose gjalp. Dhe do të fillojmë ta hapim piten me duar, siç tregohet edhe në video. Do e hapim me duar sa të kemi mundësi dhe sa ju dhe shikoni të arsyeshme për trashësinë e pites që do të përgatisni. Edhe nëse pitja ju qahet dhe ju del pak djathi sipër, mos u bëni merak, pasi nuk ka asnjë problem. Në fund fare, kur piten e kemi hapur, aq sa duhet dhe aq sa ju shikoni të arsyeshme, sipër do e luajmë me pak gjalp dhe qumësht. Në total unë kam përdorur rreth 1 lugë gjelle me gjalp të shkrirë dhe 2 ose 3 lugë gjelle me qumësht. I trazoj mirë dhe më pas e luajmë piten sipër. Pasi kemi lyer piten në këtë lloj forme, do e fusim piten që të piqet në furrën e nxehtë, të cilën mos harroni që të hapni që më parë që të nxehet në 200 gradë Celsius. Do e lini të piqet për të paktën 30 minuta ose derisa të shikoni që pitja ka marrë sipër një ngjyrë të kuqërremtë. Varet nga ju se sa dëshironi që ta piqni. Fura ime e pjek për 30 minuta, por fura ime pjek pak ngadalë, kështu që ndoshta furat tuaja mund ta pjekin për më shpejt këtë lloj piteje. Në fund fare e heqim nga furra dhe e lini pak që të ftohet. Më pas e keni gati për ta servirur. Do ta shikoni dhe vetë që kjo lloj piteje nuk i ka petët të shkrifta dhe në atë lloj forme siç janë petët kur bëjmë pite normale ose kur bëjmë byrek, por është pak më ndryshe, është një version tjetër i përgatitjes së pites, por di t'ju them që është shumë e shijshme në fund. Në fund fare dalin pak a shumë se ato shtresat kur përgatisim fli ose pallaçinka ose petkulla të fshira, por di t'ju them që është vërtet shumë e shijshme. Do ta ndjeni edhe shijen e byrekut, edhe shijen e pites, edhe pak shijen e flis, edhe shijen e djathit, edhe me një supë. Di t'ju them që keni për të ngelur shumë të kënaqur, qoftë për drekë ose për darkën tuaj. Nëse ju pëlqeu si recetë, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Mos harroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.